Më së miri i cili njohë Allahun prej nesh është pejgamberi alayhi salam, i cili nuk o knaq kur në dunja dhe thonte se si të knaqem unë në këtë dunja. Kur nathi khusur Israili alayhi salam burin surën e ka në gojë, në dorë, syti ka ngrit për pjetë nga Allahu azza wa jall dhe pretur dhe femi fryje dhe më bo kiametit. Qysh knaqem thëto në këtë dunja. Dhe thët alayhi salatu wa salam, لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Me ditë ju se çka diun, me ditë ju se çka diun, do të kishë qajt shumë dhe do të kishë kesh pak. Por wallahi nuk jem të ditë atë që ka ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Vëllezër musliman, momenti i vdekjes ka dyshim se është i tmerrshëm dhe dhimbjet e vdekjes dhe që paraqesin muslimanit pozitë dhe vendin që ka pas vdekjes. Dhimbjet e vdekjes janë të mëdha. Natë e vërët është të mërshme dhe me të mërshme për qafirin jo besimtarit. Dhe njeri ju vazhdo në vërë, o të knaqet prej të mirave të Allahut azza wa jall, o të ndëshkohet dhe të dënohet prej torturave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, vorritina se do t'jetë kafsh prej kafshtëve të gjenetit, ose do t'jetë pashe gropave të gjehnemit. Momenti vdekjes i të mërshëm, por wallahi nuk është kur gja, në krahëzim me fryrjen e surët kur i fryn Israfil alayhi salam, në krahëzim me momentin e kiametit, në krahëzim me atë që na pret neve nesër kur dalë para marrëdhërisë Allahut azza wa jall. Atë ditë kur të dalin të gjithë njerëzit para Allahut subhanahu wa taala, të zhveshur, të zbathur dhe të pabën sunet. Atë ditë kur pasoj prime të madhe të cilat shohet nga surët e cilë fryn Israfili, të gjithë njerëzit zgjohen dhe bën e mendë dhe ti e për atyre të vdekurve. Ngritesh para Allahut, nuk di se çka ka bëhet, i mbushur me plehen, syt i ke bë kapsall dhe nuk din ka me këqyr, ka me shku dhe çka ka bëhet me ty dhe me mu. A ditë kur do të vjen peshoja për më peshua të mira dhe të këqija dhe më llogarit njeriu për te. A ditë kur do të dalemi dhe të kalojmë siratin i cili është shumë i prehtë dhe shumë i holl. A ditë kur do të presim urdhërën e Allahut për neve, sa na urdhërohet për xhenet apo për xhenem. Ditë të mërshme, dita më e gjatë që ka ekzistuar dhe do të ekzistojë ndonjëherë, është dita e kiametit. Vëllezër musliman, shumë prej njerëzve kanë fjalën besimtar, nuk e kanë në zemrat e veta të mbjellur këtë bindje të fortë në ekzistimin e kiametit, momentit të shkatërimit të dunjas. Edhe ajo që dëshmon atë është sepse ata për këtë dynja punojnë për më rujt për nxehtësisë vapës së verës dhe punojnë për më mbrojt për ftaftit të dimrit, por asesi dhe kursesi nuk punojnë për më rujt për nxehtit të xhehenamit, për vapës së madhe të papërshkruar dhe për ftaftit të madh të xhehenamit. Po vëllezër, sikur ne mos të kishim ditë se ka krijohet ky njeri, se ka derke ka zanafillën ky njeri, dhe me ka thënë dikush prej dikujt, prej neve tjetrit, se prej kësaj pike të trashtë të ujit që del prej vendeve intime të mashkullit krijohet njeriu, ai njeri i cili është shumë i mençur, ai njeri i cili është shumë i përsosur, do të ishte çudit, do të kishte thënë se është e vërtetë, se është e vërtetë, awalam yara al-insanu anna khalaqnahu, awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. A nuk e shef ai njeri se si ne kemi krijuar atë për një pikë të ujit të trashë, prej ujit të mashkullit dhe pastaj ai na polemizon, gjykon, polemizon për ringjalljen edhe një herë. Nuk e beson në realitet ringjalljen. Pra o zotri, a nuk mendon se ka e kriju, ka e ke po zanafillën? Pra mendon se Allahu azza wa jall është më lehtë për ta, edhe se punë për Allahun janë të gjitha të lehta, që edhe një herë të ringjall maset ka krijuar prej kur gjoje. Dhe ky kafir i cili e bën këtë shembull në Kur'an, që Allah azza wa jall e cek në surat Yasin, thot: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Thuaj, na thotaj neve se kush e ringjall këtë asht, pasi që është prish, është dhe kur e prek me dorë bëhet si hi. Thuaj ti atina, o qërr, a ke sy dhe a ke vesh dhe a ke mende, e ngjall atë, ringjall ai që ka krijuar dhe një herë pa qenë fare, dhe ai është i dishëm dhe i plotfuqishëm për çdo gjë. Pra Allah azza wa jall që ka kriju pa qenë fare,
do të krijon edhe një herë do të ringjallë për me të dhënë llogari. Pra vëlla musliman, nëse nuk je i bindur dhe mendon në krijimin tënd në zanafillën tënde dhe të jesh i bindur në ringjallje në kiamet, e nëse je i bindur, atëherë puno për çfarë ditë për të cilën kemë dal para Allahut Azza wa Jall dhe bën mend se nesër kur të fryhet surit për të cilën urdhëron Allahu Israfilin alayhi salam me që ka ngarkuar vetëm me çat mision me i fryhet surit në ditën e kiametit, e që prej se kriju dynjaja deri në kiamet, aja manat burit madhe në dorë, burike cila rrethi i sojna është sa toka dhe qielli që ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam. Rrethi asaj burie cila si fryhet që në formë të brinit është sa madhësia e sojna sa toka dhe qielli. Dhe ai kryet përpjet syt nga arshi i Allahut dhe pret kur i jepet urdhri me fryje. Bënë mend se nesër je prej të vdekurve kur urdhërohet dhe fryin çatë suri, çasaj burie dhe çka ka çdo gjë çka ka shkatërrohet. Vëllezër musliman, kiameti është çështje mshift. Allah Azza wa Jalla ka mshift dhe askujt në dynja nuk i ka tregu, as melaçeve dhe as pejgamberëve dhe as në krijese. Vjen fsheharëzi pa ditë askush. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tregu se do të vjen në ditën e xhumë dhe ka thënë khayri yawmin talat alayhi shamsu yawmul juma. Dita më e mirë në të cilën lind dielli është dita e xhumës. Fiha khuliqa Adam wa fiha udkhila al-janna wa fiha ukhrija minha wa fiha mat wa fiha taqumu sa'a. Atë ditë është kriju Ademi, atë ditë është fut xhenet, atë ditë është nxjerr prej xhenetit, atë ditë ka vdek Ademi dhe atë ditë do të bëhet kiameti. Dhe thot në njëjtin hadith dhe nuk ka krijesë Allahut, të cilat çdo ditë të xhumës, prej se para me lindjellit deri të perëndon bërtase dhe shëmbrim, nuk janë të qeta pe frikës se mos bëhet kiameti çatë ditë përpos njerëzit edhe xhenet. Pra kiameti do të bëhet ditën e xhumë, ndërsa kohën se kur do të bëhet vallahu taala alem, para se do të bëhet kiameti nuk ka dyshim se në shenjat të mëdha të kiametit, të cilat ndoshta vjen koha ndonjëherë dhe shpjegojmë ato më gjërësisht. Shenja fundit e cila vjen para se marr kiameti është Isa alayhi salam dhe Dejjalli i mallkuar. Dhe çështar në hadith muslimanët kërkojnë nga Isa alayhi salam për me liftu me hik qafet Dejjall dhe Isa e lyp Dejjallin derisa ta gjen dhe shkatron dhe kështu që njerëzia pastaj jetojnë edhe pa kohë dhe qenë Allahu Azza wa Jall një erë të butë të këndshme dhe nuk lënë musliman fytyr tokës i cili thot la ilaha illallah e që nuk e merrat musliman sa që ka në hadith edhe nëse është brenda në shpellë futet ajo erë dhe i hyn frymarrje në organet e frymarrjes dhe vdes krejt kush e ka një zerre sa një grimc iman në zemrën e vet dhe mbesin që fort nuk mbetet fytyr tokës njeri që thot Allah, Allah, që adhuron Zotin hak dhe jetojnë edhe një 7 vjet mas kësaj situate dhe vjen momenti i kiametit. Thot Allah Azza wa Jall wa nufikha fi s-sur fasaiqa man fi s-samawati wal ard thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Dhe i fryhet ati suri buris dhe i bjen të fikt çdo gjë që ka në qiell dhe që ka në tokë illa men sha Allah përpas atyre që don Allahu Azza wa Jall. Pra dhe me laçeve që janë në qiell edhe njerëzve që janë në tokë edhe shejtanëve të mallkuar të cilët deri më tani kanë pas kompetenca dhe shumë të drejta edhe peshve në fund të deti edhe të gjitha krijesa vjen të fikt dhe i brime së madhe që del veç ati buriu të asaj brime që del dhe nuk mund dhe të kusht të dërëj që ka të rohet çdo gjë illa men sha Allah për pas kanë dënë Allahu. Dhe këtu ka thonë lemaja është për qëllim disa melaçe e që në kryetyre Gjebraili, e Mikaili, e Israfili dhe Azraili melaçe cila u merr shpirtat njerëzve dhe shkatërrohet çdo gjë. Dhe Allahu Azza wa Jall e pyet melaçen e vdekjes kush mbeti dhe Allahu e din më mirë. Thot o Allah, mbete ti cili e i gjallë dhe nuk vdes dhe mbeta unë e robi të dept dhe mbet Gjebraili dhe mbet Israfili dhe mbet Mikaili. Thot let vdesin edhe ata të gjithë dhe shkonu a mërë shpirtat të gjithve dhe kthehet prap të Allahu dhe Allahu e din më mirë por e pyet kush mbeti dhe thot jo Allah nuk mbeti askush vetëm ti i cili e i gjalli për gjithmonë nuk vdes i pa fillim i pa mbarim dhe robi të dept dhe 30 për para. Thot, a nuk kujtohet që kam thonë kullu nefsin dha'iqatul maut,
çdo gjallës dhe ta sheh vdekjen time, pra edhe ti shijo vdekje. Dhe Azraili me laçja vdekjes thuhet se shkon mes xhenetit dhe xhehenamit dhe ja nxjerr shpirtin vetvetes dhe lëshon një brim të madhe, saqë me pasqen krijesa ta Allahu gjallë nuk ishte mund kush me duru dhe thot me kanë ditë, me pas ditë se kaq vështirë është mja marrë shpirtat muslimanëve, do të kisha pas mëshirë më shumë ndaj tyre, por ajo punë shkue dhe ai vdesëm nuk mbetet kërkush. Kush mbetet? Mbetet Allahu Azza wa Jall, i cili është i pa fillim, i cili është i pa mbarim, dhe thret Allahu Azza wa Jall, ku janë zullumqart, ku janë mretnit, ku janë bejt e mretnive, ku janë mizort, ku janë gjakpirësat, ku janë ata që a kanë pije njerëzve gjakun, ku janë sot? E kujna është pasuria? Limen il mulku l'jom, kush mi përgjegj? Të gjitha kanë vdek, çdo gjë është shkatërruar, nuk kanë bet kush, vetëm madhnisë tina dhe përgjigjet vetvetes. Lillahi l-wahid il-qahar, e Allahut Azza wa Jall është pasuria dhe çdo gjë që ekziston. Pastaj qëndrojnë njerëzit sa qëndrojnë dikunja 40 ditë dhe lëshon Allahu Azza wa Jall një shi, po jo shi që është sa shiu janë, por shi në formë të ujit të mashkullit që del. Dhe e vadit e mbush që atë tokë që janë njerëzit në ta, e aje tokë nuk është kjo tokë, po është tokë tjetër. Dhe mbas 40 ditë Allahu Azza wa Jall e ringjall Israfilin me laçën të cilën e ka ngarku me fryrën e surit, dhe i thot fryje edhe një herë kësaj burie, wa nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun, dhe i fryjet atin edhe një herë, dhe kur të gjithë njerëzit qohen ngritën në kam, për për që ati shiu që bjen, njerëzit rritën në vorre ku janë, rritën në formën e vërtet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë se çdo pjesë e trupit të njeriut ka albet, çdo është përpos bishti njeriut, që është naza e fundit mrapa që i themi ne, ajo në kolbet dhe prej sajna kur bjen që ata ujë e vadit dhe bihet trupi njeriut në dhe, para se me ringjall Allah Israfilin dhe para se me frisurit, në mënyrë që kur të frisurit Israfili alayhi salam, trupat dhe që futë shpirti mrena dhe të gjithë dalin për jashta. Dhe pavarësisht ata eshna, gjithsesht ata bishta të njerëzve kanë meta s'kanë bet, sepse mundet me thonë dikush, mirë ka njeri cili shduket në qiell, e ka tjetër që hajnë ngërsirat, dhe ka tjetër që fundoset në deti, dhe nuk ju mbetet as një pjesë e eshtrave gjallë, se qka të buhet me ta, ne i themi që shka thonë Allah Azza wa Jall, ejna ma të kuni, tibikum Allahu gjemia, inna Allah ala kulli shay'in qadir, kuda që t'jeni ju, Allah do t'ju sjell juve. Kuda që t'jeni në qëfshën qiell, e qëfshën tokë, e qëfshë hi, e kuda që t'jesh, do t'ju sjell dhe të ringjall dhe të t'ju bashkon edhe një herë.